Vijon të vrapoj Fitzgerald, detyroi të kthehet tek McGinn. Egnatia bën histori. Kampionët e Shqipërisë mposhtin 5-1 Shamrock Rovers, duke përmbysur humbjen 3-1 të ndeshjes së parë zhvilluar në Irland. Një nisje jashtëzakonshme i dha Egnates avantazhin që në minutat e para. Adjesa hapi serinë e golave në minutën e 4, ndërsa albanezët e Gruda e çuan rezultatin në 3-0 brenda 21 minutave, duke përmbysur menjëherë disavantazhin e sfidës së parë. Irlandezët të tronditur e kishin të vështirë të organizoheshin, ndërkohë Adjesa realizoi edhe golin e dytë personal në minutën e 38, me Egnatian që shkoi në dhomat e zhveshjes me avantazhin 4-0. Edhe pse Ndreca u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë dhe la skuadrën me 10 lojtar, Rogozhinasit nuk u dorëzuan. Në pjesën e dytë, albaneza shënoi sërish për 5-0, duke i dhënë një goditje të fortë shpresave të Shamrock Rovers, ndërkohë që Burke realizoi përmiq në minutën e 74, realizim që vleti thjesht për statistik. Kampionët e Shqipërisë sigurojnë automatikisht një vend në Conference League, ndërsa ëndra europiane vazhdon. Në play-offin e Europa League, Egnatia do të përballet me norvegjezët e Lillestrøm.